Unë jam vaksinuar, vaksinohu dhe ti, mbroje veten dhe më të dashurit e tu. Përshëndetje, unë dhe gjithë familja ime jemi të vaksinuar. Vaksinoni edhe ju, kontriboni edhe ju, sepse vetëm së bashku mund ta luftojmë për hapjen masive të versionit të ri të koronavirusit. Përveç gjanave tjera, vaksina për mu do me thonë liri. Si artiste apeloj që të vaksinoheni sa ma shpejt, që t'i kthejmë normalitetit, të shijojmë artin, kulturën, muzikën, të festojmë bashk, pa masa restriktive dhe sidomos pa maska. Vëllezër të respektuar, të nderuara motra. Detyra jona është që ta ruajmë shëndetin tonë, të kërkojmë shërimin për sëmundjet dhe t'i marrim të gjitha sebepet. Kjo është obligimi ynë, këtë e kërkon edhe Zoti. Andaj, sot për sot, mënyra e vetme për të luftuar kundër virusit COVID-19 është vaksinimi dhe respektimi i masave, të cilët i kanë caktuar institucionet përgjegjëse. Andaj, të shpëtojmë veten tonë, të shpëtojmë ata që i duam më shumë. Të jemi njerëz më të përgjithshëm. Muhamedi alayhis salam na ka thënë, pejgamberi i Zotit, mjekohuni, sepse Zoti për çdo sëmundje ka caktuar edhe shërimin e saj. Përshëndetje, unë jam vaksinu. Ju ftoj që edhe ju të vaksinoheni, që së bashku ta parandalojmë variantin e ri të koronavirusit, po edhe t'i mundsojmë vetës një jetë normale si që kemi pas para kësaj pandemie. Pra, është përgjegjësia jonë tani që të shpëtojmë jetën tonë, por edhe jetën e njerëzve tonë. Shpëtoj jetën. Të dashur bashkëdhetar, ju drejtohem për herë të parë me një mesazh publik. Unë dhe familja ime jemi të vaksinuar. Ju ftojmë që të vaksinoni edhe ju, që së bashku ta parandalojmë versionin më të ri të koronavirusit. Vaksinuar e mbrojmë jetën tonë dhe nuk rrezikojmë as të tjerët. Vaksinohu, shpëtoj jetë. Përshëndetje, unë jam Arvela Statovci me një lajm shumë më rëndësishëm. Koronavirusi është shumë gjithë. Vaksinimi kundër COVID-19 po e çon Zvicrën në luftë kundër përhapjes së koronavirusit. Ju lutem i vaksinoni dhe ndihmoni të shpëtoni jetë. Vetëm së bashku ne mundem të rifitojmë pak nga normaliteti ynë. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Unë dhe familja ime jemi të vaksinuar. Ju ftojmë që të vaksinoni edhe ju, që së bashku të parandalojmë përhapjen e koronavirusit. Vaksinimi mbron jo vetëm jetën tonë, por parandalon përhapjen e virusit edhe të tjerët. Vaksino, shpëto jetë. Unë u vaksinova, vaksinohu edhe ti. Bëje për vetës dhe për shoqëri. Përshëndetje. Unë quhem Orhan Spahiu. Unë dhe familja ime jemi të vaksinuar. Vaksinohuni edhe ju. Kështu, ju mbroni veten tuaj, me të dashurit dhe familjen tuaj dhe gjithë shoqërinë. Çdo person i vaksinuar na sjell një hap më afër normalitetit. Vaksinohu. Pandemia po na sfidon të gjithë, secilën dhe secilin në mënyrën e vet. Është e rëndësishme që në këtë krizë mos të ndahemi në dy tabore dhe ta luftojmë pandeminë së bashku. Sa më shpejt që të vaksinohemi, aq më shpejt e të i kalojmë këtë pandemi. Unë dhe familja ime jemi vaksinuar. Vaksinohu edhe ti. Përshëndetje. Unë dhe familja ime jemi vaksinuar. Ju ftojmë që të vaksinoheni edhe ju, që së bashku të ndalojmë përhapjen e versionit të ri të koronavirusit. Të vaksinuar mbrojmë jetën tonë dhe nuk i rrezikojmë as të tjerët. Vaksinohu, shpëtoj jetë. Të dashur bashkëdhetar, jemi në një situatë të vështirë ku shëndeti ynë dhe i të gjithë atyre me të cilët jetojmë është në rrezik për arsye të koronavirusit. Prandaj ju ftoj që t'i përgjigjeni ftesës për vaksinim.